gati? Atëherë unë qëllimisht e lëshova në gjysmë këtë mbledhje të kryesisë, sepse aty vendos në mënyrë shumë jo demokratike për udhëheqjen e komisionit i cili do të krijohet nga Kuvendi i Kosovës për ta mbikëqyrur implementimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Edhe në të gjitha bisedat që kemi pasur, ne jemi marrë vesh që ky komision të vendoset për udhëheqjen e tij në mënyrë politike. Këtu vendos me mbi votim, pra që me shumicë votave të udhëheqet ky komision nga opozita. Dhe tash do të jemi në situatën kur Xhavit Haliti do të jetë udhëheqës së 3 delegacione më të rëndësishme në Parlamentin e Kosovës, delegacionit tonë në Këshillin e Evropës, delegacionin tonë në NATO që do të shkojë dhe në delegacionin që do të shkojë në Parlamentin Evropian, që është ky komisioni për marrëveshje të stabilizim asociimit. Kjo është e gërditshme, kjo është e shëmtuar që nënkryetari PDK-s në Kuvendin e Kosovës të udhëheq 3 delegacionet më të rëndësishme ndërkombëtare sa i përket relacioneve të parlamentit me institucionet më të rëndësishme ndërkombëtare që i kemi ne këtu në Kosovë. Prandaj unë lëshova në mënyrë demonstrative. Ne mendojmë që Këshilli i Evropës, Asambleja e NATO-s dhe Parlamenti Evropian të ndahen si delegacione mes 3 subjekteve më të mëdha politike, pra që njërin ta udhëheqë lëvizave vendosje, tjetrin LDK-ja, kurse një tjetër Partia Demokratike, dhe të zgjedhen këto delegacione. Në këto propozime kemi pasur edhe për krahjen e zonjës Lunacek, edhe të gjithë aktorëve ndërkombëtar me të cilët kemi biseduar. Ata kanë thënë që në çdo vend demokratik këtu ndahen mes pozitës edhe opozitës, po këta po dojnë diktatin e numrave, këta po dojnë që vetëm pse i kanë 61 numra t'i marrin krejt, t'i monopolizojnë krejt delegacionet dhe t'i udhëheqin vetë, kështu që opozita s'ka pse merr pjesën këtu. Jemi shumë të ndinjuar që këto praktika po vazhdojnë, kjo nuk e forcon shtetin e Kosovës, nëse nuk ka konsenzus, nëse nuk ka ndarje të përbashkët të këtyre delegacioneve se si do të udhëhiqen. Nëse mendon që Partia Demokratike do të udhëheqë këtë këto delegacione të nivelit ndërkombëtar, atëherë ne do ta ngrisim këtë edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Komisionin Evropian, dhe mendoj që do ta marrim për krahjen e tyre që këto praktika të ndalohen në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Faleminderit. Do ta shqyrtojmë së bashku me LDK nëse do të marrim pjesë. Herën e fundit nuk kemi marrë pjesë në këtë komision për arsye se kjo është vendosur në mënyrë në formë diktate, pra veç pse kanë këta 61 numra, po dojmë me marrë këtë komisionit me udhëheq. Me 61 numra këta mujnë me na ndryshu, me na i marrë edhe këtë mandatin si deputet, mirë po unë po flas çka është demokratike dhe çka nuk është demokratike. Këta kanë hyrë në një fazë shumë të rrezikshme, veç pse i kanë shumicën këtu në kuvend të marrin këtë pozitat përfaqësuese, gjë që nuk është në rregull, edhe këta e kanë shprehë që nuk është në rregull edhe shumë zyrtarë ndërkombëtar në të cilët ne jemi takuar edhe në Bruksel, edhe në Komisionin Evropian, edhe në Parlamentin Evropian. Këta na kanë thënë që praktike vendeve demokratike, sidomos kur ndarja mes pushtetit dhe opozitës është shumë e drejtë, siç është në Kosovë, për vetëm 2 vota dallimi, këto përfaqësimi në institucione ndërkombëtare dhe në për delegacione do të ndahet me subjekteve më të mëdha parlamentare. Po këtu veç pse i kanë votat, 4-3 u vendos me mbi votim që t'i marrin këtë përfaqësimin e komisionit. Ne nuk kemi biseduar ende për kur farë mocioni, duhet besimit, menoj që në momentin kur të ulemi me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe kur të mendojmë që është koha, atëherë do t'ju informosh. Faleminderit shumë.